Sa ishte në opozit, flamurin e Kosovës e përçmonte duke e quajtur Lara. Por kurse se nuk mund të ecim përpara, me atë flamurin Lara. Teksa pak lëvizje pati kur hipi në gjipa të zi e u bë kryeministër. Edhe pse rrallë, ndonjëherë në tubime të vetëvendosjes ishte i pranishëm flamuri shtetror, vetëse dominante ai kuqezi. Por kur vjen koha te fushata e lavdet që do t'ja qes vetes, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk përton ta promovoj flamurin kosovar. Kësaj ka bërë përmes një postimi në Facebook të martën ku ka njoftuar për njohjet e reja për shtetin e Kosovës. Afër shkrimit që e thuri me elozhe për qeverinë që e drejtoi, ka bashkëngjitur edhe disa fotografi ku shihet flamuri i Republikës së Re. Por komentuesit nuk ja kanë harruar llafet e kahmotshme. Flamuri Lara, apo? Sikur ky, ka dhe të tjerë. Dikuj tjetër si bëri fort përshtypje njohja nga Kenia, Siria, Sudani e Bahamas. Ky qytetar kërkon përgjegjësi për diçka tjetër. Spanja, Rumania, Greqia, Slovakia, Çipro, apo lëbona i kosh që tu më na njoft. Tjetër qytetar ja thot më ndryshe. E një tjetër ishte pak nostalgjik, kujtoj kohën kur në krye të shtetit që Hashim Thaçi. 4 njohje në një vit. Ua, herën e fundit kur ka ndodhur kjo. Hashim Thaçi ishte kryeministër dhe kjo quhej punë normale e jo arritje historike. Atëherë ishte business as usual. Çfarë kohe për të qenë gjallë. Ashpër reagoi edhe një kandidat për deputet, kundërshtar politik i Kurtit. 4 njohje për 6 vjet. Asnjë merit nuk e ka në to. Ne I kemi sjell 118 njohje, po në botën tënde paralele garant 4 njohje janë më shumë se sa 118. Komentet rreth njohjeve, por edhe deklaratave kundër flamurit të Kosovës pati edhe nga përplot komentues të tjerë që kujtonin sjelljet e vjetra të Kurtit.